Pse Vjosa Osmani nuk po I përshtatet më Albin Kurtit si presidente për një mandat të dytë? Të nderuar qytetarë, të dashur vëllezër dhe motra. Sot në ditën ndërkombëtare të gruas, Albin Kurti dhe vetëvendosja që kanë angazhuar I madh I vogël në një fushat të veçantë për të denigruar, sulmuar dhe njëllosur një grua, presidenten e Republikës Kosovës Vjosa Osmani. Dhe kur këtë ja bëjnë presidente së vendit, imagjinojeni se çfarë janë të gatshëm të I bëjnë një qytetare të thjeshtë që nuk ka as pushtet as mbështetje. Po për të hyrë drejt në thelb të çështjes, do të kuptojmë një gjë. Kryeministri Kurti nuk e ka problem Vjosa Osmanin si person apo si emër, sepse në mandatin e parë ajo I është përshtatur. Po tani që nuk I përshtatet më, sepse atij I duhet dikush që mund ta kontrollojë me telekomandë, siç e kontrollon për shembull Albulena Haxhiun. Prandaj na lind pyetja kryesore: pse Vjosa Osmani nuk po I përshtatet më Albin Kurtit si presidente për një mandat të dytë? Ka disa arsye. E para, një mandat I dytë presidencial do të jepte Vjosa Osmanit mundësinë të jetë e pavarur politikisht prej Kurtit. Pra nuk ja ka më nevojën Kurtit dhe nuk do të varej nga Kurti dhe nuk do të kishte bërgj pozitën ndaj tij. Dhe pikërisht ky është problem për një kryeministër që synon kontroll politik mbi institucionet përtej atyre që ka përgjegjësi ligjore e legjitime. Sepse një presidente e pavarur nuk është më thjesht një dekor institucional. Ajo është një balancuese e pushtetit. Ajo mund t'i thotë kryeministrit jo, mund t'ja kthej ligjet, mund t'ja frenoj vendimet e pamenduara, sidomos në rastet kur qeveria futet në përplasje të pamenduara e të parësyeshme me alatet perëndimor. E dyta, mund të mos pajtohemi me çdo hap të saj në politikën e brendshme, mund të kemi rezerva për raportet që ka pasur me LDK-n, apo edhe për faktin që në momentet caktuara ajo I ka asistuar politikisht kryeministrit Kurti. Por në politikën e jashtme, Vjosa Osmani ka qenë ndër figurat më aktive dhe më përfaqësuese të Kosovës në vitet e fundit. Në një kohë kur reputacioni ndërkombëtar I vendit është jetik, ky rol nuk është I vogël, përkundrazi është përcaktues. E treta, presidentja ka qenë e qartë në mbështetjen e saj për vlerat dhe për trashëgiminë e luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Madje ka shprehur hapur për krahje edhe në protestën e fundit të 17 shkurtit. Duket se Kurti nuk mund ta tolerojë një gjë të tillë. Dhe së fundi, një presidente që ka profil politik të vetin, kompetencë profesionale dhe legjitimitet në publik nuk është figurë e lehtë për të menaxhu nga një qeveri. Prandaj, për Kurtin ajo bëhet pengesë. Jo sepse është problem për shtetin, po sepse është e pavarur. Dhe të pavarurit Kurti nuk I pëlqen, nuk I do, nuk I përshtaten. Po të ishte e mundur, ai do t'i shndronte të gjithë shërbyesit publik në Albulena dhe Glauka. Prandaj, problemi nuk është te Vjosa. Kosova mund të nxjerrë edhe presidentë të tjerë, madje dar Zoti edhe më të mirë se Vjosa Osmani. Problemi është tjetër. Albin Kurtit I duhet një president që e ka nën kontroll, sepse kështu fillon kapja e pushtetit në çdo shtet. Së pari, pas marrjes së qeverisë, synohet apo kapet presidenti, pastaj synohet gjykata kushtetuese. Dhe kur kapet gjykata kushtetuese, hapi I radhës është kontrolli mbi gjyqësorin dhe mbi prokurorinë. Pra nuk është thjesht një çështje egoje apo temperamenti politik. Kjo është një strategji pushteti. Dhe pikërisht këtu qëndron rreziku, sepse demokracia nuk bie vetëm kur përmbyset sistemi. Demokracia bie kur institucionet që duhet ta kufizojnë pushtetin fillojnë të bien një nga një. Pra Albin Kurtit po I duhet një president I varur prej tij. Por ja që Kushtetuta e Republikës Kosovës e kërkon pikërisht të kundërtën.